تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Vëllezër të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do fillojmë me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala mësimin e porosisë të njërit prej imamëve të mëdhej të selefit. Dhe është Imam Sufjan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Një porosi madhështore që ja ka dërgu Abbad ibn Abbad. Dhe pa dyshim se në mësimin e fjalëve të selefit është udhëzimi i muslimanëve. Për arsye se Allahu Jalla fi Ula në Kur'an i ka lavdruar gjeneratat e para dhe ka thonë: "Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه." Të parëve prej muhaxhirinëve dhe ansarëve, si dhe atyre që i pasuan me mirësi, Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me të. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në hadith sahih i ka lavdëruar gjeneratat e para, gjeneratat e selefus salih, dhe ka thonë: "Khairu nas qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Njerëzit më të mirë janë në gjeneratën time, pastaj ata që vinë mas tyre, pastaj ata që vinë mas tyre. Dhe këta janë e selefus salih. Dhe për këtë arsye, kuptimi i saktë i Islamit dhe udhëzimi i drejtë, ashtu siç ka kërkuar Allahu subhanahu wa ta'ala, qëndron vetëm në pasimin e këtyre tre gjeneratave. Për këtë arsye kemi pa që shumë njerëz prej atyre që kanë ardhur prej mas gjeneratave të selefit kanë thonë: "Tariqatu salaf aslam wa tariqatu al-khalaf a'lam wa ahkam." Rruga e selefit është më e sigurt, ndërsa rruga e khalefit, atyre që kanë ardhur mas tyre, rruga e të mëvonshmeve, është më e ditur dhe ka më shumë hikme. Do me thonë ka më shumë urtësi. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah në Al-Fatawa Al-Hamawiyya Al-Kubra e ka refuzuar këtë fjalë. Dhe ka thonë se kjo fjalë është ghayatul jahala bel fi ghayatil dalala. Kjo fjalë është kulminacioni i ignorancës, bile kulminacioni i devimit. Nuk mundet me qenë rruga e khalefit ma e ditur dhe ma e urtë se sa rruga e selefit. Kështu rruga e selefit është a'lam wa aslam wa ahkam. Është ma e ditur, ma e urtë dhe ma e sigurt. Gjithashtu shohim se Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ka shkruajtur një libër dhe ka quajtur Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi al-Khalaf. Sharimi se dituria e selefit ka më shumë përparësi dhe është më e saktë, më e mirë se sa dituria e khalefit, ata që kanë ardhur më vonë. Dhe fjalët e selefit kanë qenë pak me shumë bereqet dhe me shumë kuptim,
Dërsa fjalët e madhonshmeve janë shumë, po me pak bereqet dhe me pak kuptim. Dhe thot Ibn Rexhepi rahimahullah në atë libër, dija ma e mirë rreth komentimit të Kur'anit, kuptimit të hadithit dhe çështjeve të halalit dhe haramit është ajo që është transmetuar nga sahabët, tabiinët dhe pasuesit e tyre, deri tek imamët e njohur të Islamit, të cilët pasohen. Do me thonë, rruga e vërtetë dhe kuptimi i saktë Islamit është rruga e sahabëve, tabiinëve dhe atyre që i kanë pasu ata në të mirë. Dhe gjithashtu ka thonë, dija e dobishme në të gjitha këto shkenca është ruajtja e teksteve të Kur'anit dhe Sunetit, kuptimi i domethënieve të tyre dhe kufizimi në atë që është transmetuar nga sahabët, tabiinët dhe pasuesit e tyre. Kështu është kjo rrugë që ka ndjek Imam Sufjan al-Thauri rahimahullah. Bile është një prej imamëve të dalluar në mesin e selefit. Dhe kjo tregon rëndësinë e mësimit të shkrimet dhe porosit dhe librat e këtyve imamëve të sunetit. Dhe Imam Sufjan rahimahullah, ai është lidh emri i tij me emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shumë prej zinxhireve të haditheve. Për këtë arsye imami i al-Ilal, Imam Ali ibn al-Medini rahimahullah, në librin e tij al-Ilal ka thonë, i kam shikuar isnadet, rrugët e transmetimit, dhe kam gjetur se ata sillen rreth 6 personave. Do të shumica e isnadeve kthehen tek 6 persona. Në Medine Ibn Shihab az-Zuhri, në Mekë Amr ibn Dinar, në Basra Qatada dhe Yahya ibn Abi Kathir, në Kufa Abu Ishaq as-Sabi'i dhe al-A'mash Sulejman ibn Mihran. Pastaj për këtyve 6-ve prej tabiinëve e kanë marrë 12 imam të etba e tabi'in, që kanë ardhur mas tabiinëve. Dhe ata janë imam që kanë shkruar libra dhe i kanë mbledhur hadithet në libra. Dhe këta 12 janë në Medine Imam Malik ibn Anas dhe Muhammad ibn Ishaq. Dhe në Mekë është Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj dhe Sufyan ibn Uyayna. Ndërsa në Basra është Sa'id ibn Abi Aruba, Hamad ibn Salama, Abu Awana, Shu'ba ibn al-Hajjaj dhe Ma'mar ibn Rashid. Ndërsa në Kufa është Sufjan al-Thauri, ky imam për të cilën jemi duke folur. Në Sham është Abdurrahman al-Auza'i dhe në Al-Wasit është Hushaym ibn Bashir. Këta janë domethënë 12 imam që kanë marrë diturin për këtyve 6 tabiin. Pastaj për këtyve 12 dituria është kthyr tek 6 dietar që kanë ardhur mas tyre. Yahya ibn Sa'id al-Qattan dhe Yahya ibn Zakaria dhe Waqi' ibn al-Jarrah dhe Abdullah ibn Mubarak dhe Abdurrahman ibn Mahdi dhe Yahya ibn Adam. Do më thonë, këta janë personat më të rëndësishëm në rrugët e transmetimeve të haditheve. Dhe kjo tregon pozitën e lartë që ka pas Imam Sufjan rahimahullahu ta'ala. Bile në librin Tarikh Baghdad transmeton dietari al-Khatib al-Baghdadi se prej sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka përngja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më së shumti në udhëzim, në sjellje dhe në paraqitje ka qenë Abdullah ibn Mas'ud. Pastaj Alqama, prej nxënësave të Abdullah ibn Mas'udit, i ka përngja më së shumti Abdullah ibn Mas'udit. Pastaj Ibrahim an-Nakhai i ka përngja më së shumti Alqamas. Pastaj Mansur ibn Mu'tamir i ka përngja më së shumti Ibrahimit. Pastaj Sufjan al-Thauri i ka përngja më së shumti Mansurit. Pastaj Waqi' i ka përngja më së shumti Sufjanit.
Pastaj Ahmed ibn Hanbal i ka përngja më së shumti Waqi'ës. Pastaj Imam Ebu Daudi i ka përngja më së shumti Imam Ahmed ibn Hanbal. Kështu rrugë, zinxhiri prej imamëve të sunetit deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Imam Sufjan rahimahullah e ka shkruajt këtë shkrim për Abbad ibn Abbad, ku e ka porosit me porosia dhe me këshilla të arta, të dobishme. Dhe para se të fillojmë me porosin e tij, do përmesim diçka për biografinë e Imam Sufjan, që ta dim se kush është ky person me kaq vlerë të lartë në mesin e dietarëve të Islamit. Abdurrahman ibn Mehdi ka thonë, imamët e njerëzve në kohën tonë janë 4: Sufjan al-Thauri në Kufa, Malik në Hijaz, Al-Auza'i në Sham dhe Hammad ibn Zaid në Basra. Dërsa Abdurrahman ibn Abi Hatim ka thonë, e kam dëgjuar babën tim, do më thonë Ebu Hatim, duke thënë, dietarët që janë autoritet për muslimanët dhe për të cilët nuk ka kurfar dyshimi janë Sufjan al-Thauri, Shu'ba ibn al-Hajjaj, Hammad ibn Zaid, Sufjan ibn Uyayna, në Sham është Al-Auza'i. Dhe Imam al-Dhahabi rahimahullah ka thonë në Tadhkiratul Huffaz, Sufjan ibn Sa'id ibn Masruq, imami, Sheikhul Islam, prijesi i hafizve, do të thonë hafizët e hadithit, që kanë mësuar shumë hadithe dhe kanë ruajtur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Abdillah al-Thawri. Dërsa Ibn Rajab rahimahullah ka thonë në Sharh Ilal at-Tirmidhi, prej tyre, do të thonë prej imamëve të hadithit, ishte Sufjan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Abu Abdillah al-Kufi, njëri prej imamëve mujtahid, dietarëve rabbani dhe hafizve të shuar. Shu'ba ibn Uyayna, Abu Asim ibn Ma'in dhe të tjerë kanë thonë për të se ai është prijesi i besimtarëve në hadith. Do të thonë këtë emërtim, prijesi i besimtarëve në hadith, shumë pak e kanë prej dietarëve të hadithit. Dhe njëri prej tyre që jon pajtu dietarët se është prijesi i besimtarëve në hadith, është Sufjan al-Thauri rahimahullahu ta'ala. Imam al-Dhahabi thot në Sir A'lam an-Nubala, ai lindi në vitin 97 mas hijretit, sipas pajtimit të dietarëve. Filloi ta kërkonte dijen që në moshë të re, fal për kujdesës së babait të tij, muhadithi të besueshëm Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Do të thonë edhe babai vet ka qenë prej dietarëve të hadithit. Baba i tij ishte prej nxënësve të Sha'bi dhe Haytham ibn Abdurrahman, si dhe prej transmetuesve të besueshëm të Kufës. Ai llogaritet ndër tabinët e vegjël. Dhe në Tadhkiratul Huffaz ka thonë, ai filloi ta kërkonte dijen që në moshë të re, sepse babai i tij ishte njëri prej dietarëve të Kufës. Dhe këtu dëshiroj të përmend një pikë shumë e rëndësishme, dhe ai është ndikimi i madh që ka babai për fëmijët e tij. Ne e shohim Sufjan rahimahullah dhe shumë të tjerë prej imamëve të selefit si janë ndikuar prej baballarëve të tyre, duke i marr ata në takimet e diturisë dhe duke i nxit ata për kërkimin e diturisë. Nëse ti tash e len gjalin tënd duke luajtur dhe thu se është akoma i vogël dhe nuk ka mundësi me kuptu dhe me nejt qetë në xhami, mas disa viteve, nëse ti dëshiron me marrë në xhami, ai nuk vjen, se është mësu mos me marrë në xhami, është mësu mos me prezentu në mexhliset e diturisë, dhe mësohet me shoqëri të keqe, dhe mësohet gjithë ditën duke luajt, atëherë është vonë dhe nuk mundesh më me pru në derset e diturisë. Për këtë arsye, boj apel për baballarët që të kenë kujdes për fëmijët e tyre dhe të bëjnë shkak për udhëzimin e tyre.
dhe shkak për kërkimin e ditunisë të fëmijëve. Dhe këtu është gjithashtu rëndësia që të bëjnë shumë dua për fëmijët, për arsye se duaja e prindërve për fëmijë pranohet. Të bëjnë dua, të këshillojnë fëmijët e tyre dhe t'i marrin në përdersët e diturisë, dhe në këtë mënyrë ata mësohen dhe edukohen me marrë mësime në xhami. Dhe nëse baballarët nuk i edukojnë fëmijët e tyre në mexhliset e burrave, atëherë si kërkojnë që fëmijët e tyre nesër të bëhen burra, nëse nuk edukohen në mesin e burrave. Imam Sufjan rahimahullah për të është thonë se ka mësuar te 600 dietar. Dhe Kur'anin e ka lexuar 4 herë te Hamza az-Zayyat, njëri prej imamëve të leximit të Kur'anit. Dhe kjo tregon se selefët janë marrë shumë me mësimin e Kur'anit. Do thonë 4 herë ta lexosh Kur'anin të njëri prej mësuesve më të dalluar në Kur'an, kjo tregon se ata i kanë dhënë rëndësi fillimisht në kërkimin e diturisë, mësimit të Kur'anit. Pastaj për zinxhirin më të saktë dhe më të mirë prej dietarëve të Irakut kanë thonë është Sufjan, nga Mansur, nga Ibrahim, nga Alqama, nga Abdullah ibn Mas'ud, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky zinxhir është më i saktë dhe më i miri prej dietarëve të Irakut. Abdurrazak rahimahullah ka thonë për Sufjanin se ka thonë: asnjëherë nuk i kam besuar zemrës sime diçka e që ajo të më ketë raftuar. Do të asnjëherë nuk ka besuar në zemrën e vet që të mëson diçka për mendsh dhe zemra vet nuk e ka tradhtuar. Do të thotë atë që ka dash ai ta mëson për mendsh, kur mo nuk e ka harruar. Bile përmendet për Sufjanin rahimahullah, siç e përmend Al-Hafidh ibn Rajab në Sharh Ilal at-Tirmidhi, se ai kur kalonte në donjë tren, donjë vend, i mbyllte veshët e vet, që mos dëgjon këndimin e njerëzve, atëherë do ta mëson për mendsh, edhe pse nuk dëshiron. Por aq e ka pas kujtesën e fortë. Me dëgju diçka, menjëherë e ka mësuar për mendsh. Për këtë i ka mbyll veshët që mos mëson diçka për mendsh, prej këngave që nuk dëshiron t'i mëson, dhe që është e ndaluar. Dhe subhanallah, me shiku do më thonë si këta njerëz e kanë rujt shikimin e tyre, e kanë rujt dëgjimin e tyre, atëherë nuk është për të çuditur se Allahu Azza wa Jall i ka ngrit këta dietar në pozitën e tyre dhe në përmendjen e tyre, saqë më shumë se 1000 vjet kanë kaluar që ata kanë vdekur, pra përmenden si imamët e sunetit. Allahu Azza wa Jall i mëshiroft. Ibn Mubarak ka thonë: kam shkruar hadithe nga 1100 dietar, nga 1100 mësues, por në mesin e tyre nuk kishte asnjë më të mirë se Sufjan. Dhe Yunus ibn Ubayd ka thonë: nuk kam parë askënd më të mirë se Sufjani. Dhe Ibn Uyayna ka thonë: nuk kam parë kur askënd të ngjashëm me të. Shu'ba thoshte: Sufjani ka kujtesë më të fuqishëm se unë. Nëse ai më kundërshton në ndonjë hadith, atëherë merret hadithi i tij. Shu'ba vet ka qenë emir el-mu'minin fil hadith, ka qenë prijes i besimtarëve në hadith. Dhe ai ka mësuar prej shumë mësuesve që ka mësuar edhe Sufjani tek ata. Dhe ata transmetojnë shumë hadithe njëjtë. E ndonjëherë kundërshtohen. E nëse kundërshton këta dy, që të dy janë imam të sunetit dhe të dy janë prijes të besimtarëve në hadith, atëherë i jepet parësi transmetimit të Sufjanit, vetë me dëshminë e Shu'bes rahimahullah. Dhe Ishaq ibn Hani ka thonë: e pyeta Imam Ahmedin, nëse Sufjani dhe Shu'be kundërshtohen rreth një hadithi, fjala e kujt prej tyre ka përparësi? Ai u përgjigj: Sufjani gabon më pak dhe unë marr mendimin e Sufjanit. Abu Hatim ar-Razi ka thonë: ai ishte imami i dietarëve të Irakut dhe më i besueshmi prej nxënësve të Ebu Ishaq. Kishte kujtesë më të fuqishëm se Shu'be. Kur Shu'be dhe e Thawri kundërshtoheshin, përparësi i jepje e Thawrit.
Dhe Abu Zur'a rahimahullah ka thonë, e Thauri kishte kujtes më të fuqishëm se Shu'ba, si në isnad, ashtu edhe në tekstin e hadithit. Dhe Yahya ibn Sa'id ka thonë, Sufjani e te kalonte Maliku në çdo gjë. Imam Malik rahimahullah, që thuhet për të, idha dhukira al-ulama fa Malikun an-najm. Nëse përmenden dietarët, atëherë Imam Malik është ylli i dietarëve. Por Yahya ibn Sa'id i thot se Sufjani ja ka kalu Imam Malikut në çdo aspekt. Ibn Uyayna ka thonë, nuk kam par askënd më të ditur se Sufjani në halal dhe haram. Imam Ahmedi ka thonë se Ibn Uyayna i ka thonë ati, derisa të vdesësh, syt e tu nuk do të shohin askënd të ngjashëm me Sufjanin. Atëherë Imam Ahmedi ka thonë, është pikërisht ashtu siç ka thonë. Dhe gjithashtu ka thonë Imam Ahmedi, në zemrën time askush nuk ka përparësi ndaj Sufjanit. Dhe ka thonë, a e di se kush është imam? Imam i sunetit, imam i vërtet, ka thonë imami është Sufjan e Thauri. Dhe Abdurrahman ibn Hakim ka thonë, pas tabiinëve nuk kam dëgjuar për askënd të ngjashëm me Sufjanin. Dhe Yahya ibn Sa'id ka thonë, Sufjani i njihte hadithet e Al-A'mash ma mirë se vet Al-A'mash. Dhe ka thonë, nëse Sufjani transmeton një hadith prej Al-A'mash, dhe emri i tij është Sulejman ibn Mihran, thot atëherë është ma e dashur për mu se sa me dëgju një hadith prej direkt Al-A'mash. Atë që transmeton Sufjani nga A'mash është ma e dashur te unë se sa me dëgju hadithin drejt për drejt prej Al-A'mash. Dhe Ibn Mehdi ka tregu, kur Ebu Ishaq as-Sabi'i, që ka qenë mësuesi Imam Sufjanit, kur e ka pa duke ardhur Sufjanin dhe ka qenë në moshë të re, ka lezu ajetin wa atejnahu al-hukma sabiyya, dhe ne i dham atij urtësi që kur ishte fëmijë. Dhe Bishr al-Hafi ka thonë, e Thauri ishte për ne imami i njerëzve. Dhe gjithashtu ka thonë se Sufjani ka qenë në kohën e tij sikur Ebu Bekri dhe Omeri në kohën e tyre. Dhe është transmetuar prej Asim ibn Abi Najud, që ka qenë mësuesi Imam Sufjanit, ka thonë, o Sufjan, ka shku ta pyesi për një fetva, ka thonë, o Sufjan, ti erdhe tek ne kur ishe i ri, dërsa tani ne vim tek ti pasi jemi plakur. Edhe pse ka qenë nxënës i tij, dietarët e selefit kanë qenë modest dhe e kanë pranuar diturinë edhe nëse dikush ka qenë më i ri se sa vet ata. Dhe kjo na kujton në Sheikh Hasan al-Banna rahimahullah, Sheikh Muhammad al-Banna rahimahullah. Ai ka thonë për Sheikh Rabin, unë jam shejhu i Sheikh Rabis, dërsa ta Sheikh Rabi o shejhu im. Kjo tregon për modestin e dietarëve ndaj nxënësave të tyre nëse arrin një gradë të lartë në dituri. Dhe Sufjani rahna ka thonë, nuk më ka arritur asnjë hadith nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam pa punuar me të, qoftë edhe vetëm një herë. Do të thonë, ata nuk kanë mësuar vetëm hadithet për menç, po kanë punuar me hadithet që kanë mësuar. Dhe Sufjani Thauri ka thonë, mbasi e kanë pyet, deri kur do vazhdojsh të mësojsh hadith? Ka thonë, cila mirësi është më e madhe se sa hadithi, që unë ta lej hadithin dhe të mirë me diçka tjetër. Vërtet hadithi është dia më e mirë e kësaj bote. Dhe ka thonë, zuhdi, asketizmi, nuk është të hash ushqim të keq dhe të veshësh rroba të ashpra. Zuhdi është shkurtimi i shpresës dhe pritja e vazhdueshme e vdekjes. Do më thonë, Imam Sufjani ka qenë i dallum për zuhdin e tij dhe për devotshmërinë e tij të madhe. Dhe Al-Ashja'i ka thonë
kam dëgjuar 30.000 hadithe nga Sufjan e Thauri. Dhe gjithashtu ka thonë se një burr e ka pyet Sufjanin për një person që e shan dhe ofendon Ebu Bekrin radiallahu anhu. Atëherë Sufjani ka thonë, ai është mohues ndaj Allahut të lartësuar. Do thonë Imam Sufjani ka qenë në akiden e selefit dhe i ka madhuru shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ibnul Mubarak tregon se Sufjani e ka këshillu dhe i ka thonë, ruhu nga fama, sepse nuk kam takuar askën pa e dëgjuar duke paralajmëruar prej saj. Do më thonë dietarët e selefit kanë paralajmëruar që njeriu mos kërkon famë dhe kanë treguar se kjo është fitne për njeriu dhe se njeriu nuk duhet të jetë i kujdesur që me arrit famë. Po mjafton që të adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala dhe a e njohën njerëzit, e lavdruan ose nuk e lavdruan, kjo nuk është ajo që duhet muslimani me u mundu. Dhe Sufjani ka thonë, kush dëgjon për ndonjë bidat, të mos ua tregoj atë shokëve me të cilët qëndron, që të mos e hedh atë në zemrat e tyre. Do thonë njeriu kur dëgjon për një bidat, mos me va përcjell njerëzve, se ndoshta ti va përcjell një dyshim, pastaj ajo nuk del mo prej zemrave të tyre. Dhe kështu ka thonë Imam al-Dhahabi rahimahullah, masi ka përmend këtë fjalë të Imam Sufjanit, ka thonë, shumica e imamëve të selefit e kanë bajtur këtë qendrim dhe kanë paralajmëruar në këtë mënyrë. Ata e dinin se zemrat janë të dobta, ndërsa dyshimet janë grabiçare. Dhe ka thonë Imam Sufjani rahimahullah, ati që gëzohet me dynjan, i largohet nga zemra frika prej ahiretit. Dhe Ibnul Mubarak ka transmetuar se Sufjani ka thonë, silluni mirë me njerëzit e sunetit, sepse ata janë të huaj. Dhe se Sufjani thot në kohën e vet, se njerëzit e sunetit janë të huaj, atë si është në kohën tonë. Dhe kjo tregon se edhe ne duhet të sillemi mirë me pasuesit e sunetit, se ata janë të huaj dhe janë një pakic. Dhe gjithashtu është transmetuar se Sufjani rahimahullah nuk e ka fal namazin e Ibn Abi Rawat, për arsye se ai ka pas mendimin e murxhidhe. Dhe Qabisa ka tregu se Sufjani ka thonë melaçe, do të thonë janë rojtarët e qiellit, ndërsa dietarët e hadithit janë rojtarët e tokës. Dhe Ibn Mehdi ka thonë, edhe zhgoja Sufjanin nat pas nate, ai zgjohe i tmeruar nga xhumi dhe thëriste, zjari, por kujtimi i zjarit më ka penguar nga xhumi dhe dëshirat. Dhe Ebu Nuaim ka thonë, kur Sufjani e përmente vdekjen, për disa ditë nuk mund të përfitohej prej tij. Dhe ai rahimahullah ka ndru jetë në vitin 161 mas hijretit. Dhe mas i përmendëm fjalët e imamëve të sunetit për këtë dietar të madh, rahimahullah, do e përfundojmë me një fjalë të Ibnul Jauzit rahimahullah, që ndoshta e përmbledh atë që kanë thonë dietarët e sunetit për Imam Sufjanin rahimahullah. Ka thonë Ibnul Jauzi në Menaqib al-Imam Ahmed, kam kërkuar ndër tabiinët dhe ata që erdhën pas tyre, se kush e kishte arritur shkallën e persosmërisë në të dyja çështjet, do të thonë në dituri edhe në veprat e mira. Dhe thot, nuk gjeta askënd tek i cili këto të dyja të ishin plotësuar në shkallën më të lartë, pa e cenuar persosmëria e tyre nga ndonjë mangësi, përveç 3 personave: El Hasan el Basri, Sufjan e Thauri dhe Ahmed ibn Hanbal. Prej tabinëve, do me thonë, nuk ka gjetë dikën prej dietarëve që kanë arrit kulminacionin në dituri edhe në vepra pa mangësi, përveç këta 3 dietarë: El Hasan el Basri, Sufjan e Thauri
dhe imam i Ahlis Sunnetit, imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dhe tash do fillojmë me leximin e porosisë. Bismillahirrahmanirrahim. Porosia e Sufjan al-Thauri drejtuar Abbad ibn Abbadi. Abdurrahmani na tregoi, Ismail ibn Israil as-Salahi na tregoi, al-Thawri na tregoi duke thënë, Sufjani ibn Sejid i shkroi Abbad ibn Abbadi. Prej Sufjanit dhe Sejidit drejtuar Abbad ibn Abbadi. Paqja qoftë mbi ty, unë e falenderoj Allahun, përveç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë. Po. Imam Sufjan al-Thauri rahimahullahu ta'ala e ka shkruar këtë shkrim për Abbad ibn Abbad. Dhe këtë e ka transmetuar Abdurrahman ibn Abi Hatim në Taqdima al-Jarh wa Ta'dil. Dhe ajo është transmetimi më i plot i kësaj porosie. Dhe e kam përmendë edhe dietar të tjerë, por ne e kemi marrë atë që e ka përmend Ibn Abi Hatim se është më e plot. Dhe ai e ka transmetuar këtë shkrim nga mësuesi vet Ismail ibn Israil as-Sallal. Dhe ky person Ismail ibn Israil është siç ka thonë vet Abu Hatim ibn Abi Hatim ka thonë katebna anhu wa huwa saduq. Kemi shkruar hadithe prej tij dhe ai është transmetues i besueshëm. Dhe dihet se saduq është nën shkallën thiqa. Do thonë është i besueshëm dhe transmetimi atyre që janë saduq konsiderohet hasan. Për këtë arsye zinxhiri i kësaj porosie të Imam Sufjanit është hasan për shkak të Ismail ibn Israil. Pastaj ky e ka transmetuar prej al-Firyabi dhe ajo është Muhammed ibn Yusuf al-Firyabi. Për të ka thonë al-Hafidh ibn Hajar thiqatun fadil, i besueshëm dhe i virtytshëm. Pastaj kjo është drejtuar Abbad ibn Abbad. Abbad ibn Abbad është ar-Ramli, Abu Utba al-Khawas. Prej njerëzve me, siç ka thonë në Tahdhib al-Kamal, al-Mizzi ka thonë ai ishte prej njerëzve të virtytshëm dhe adhuruesve të Shamit. Sufjan al-Thauri ja shkroi atij letrën e njohur e cila përmban këshilla, edukat, urtësi, fjalë të urta dhe porosi. E ka për qëllim këtë porosin që do ta lexojmë inshallahu taala. Pastaj Sufjani rahimahullah e ka fillu këtë shkrim duke dhënë selam dhe duke ju drejtuar atij me falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu është se si fillon muslimani shkrimet e tij, duke përmend se është prej filanit për filanin, siç ka thonë Sufjani, nga Sufjan ibn Sa'id për Abbad ibn Abbad. Dhe ka thonë selam, dhe nëse të vjen një shkrim me selam, atëherë është prej obligimit që ta kthesh selamin. Dhe a mjafton që ta kthesh selamin me fjalë, apo duhet patjetër ta kthesh shkrimin? Atë që kanë thonë dietarët është se mjafton ta thuash me fjalë. Dikush nëse të shkruan assalamu alaikum, ti ja kthen me fjalë wa aleikum selam, edhe nëse nuk e shkruan. Por nëse e shkruan është më mirë që ai njeri që të ka shkruar ta dinë se ti ja ke kthyer selamin. Por nëse nuk e vepron këtë mënyrë, atëherë mjafton që ai ta kthen selamin me gojë. Por këtë nuk është në vend nëse dikush kritikon për shembull dietarët ose hoxhallarët, po i kam shkruajt, as selamin nuk ma ka kthy. Nëse ai ka kthy selamin me gojë, atëherë e ka kry obligimin. E nëse dikush të vjen dhe thot filanit ka bo selam, atëherë është obligim që ti t'ja kthej selamin, edhe është prej sjelljes të mirë që ti thush wa alejke, edhe ty wa alejhi selam. Për ty edhe për atë qoftë paqja. Dhe kur njeriu e fillon biseden dhe takimin dhe shkrimin me paqe, kjo tregon se ai ty ta dëshiron të mirën.
Thot paqja qoftë mbi ty. Do me thonë, nuk i asnjë dëm prej meje, as prej veprave të mia, as prej fjalëve të mia, për arsye se muslimani është ai që muslimanët janë të sigurt prej fjalëve të tij dhe prej veprave të tij. Do me thonë, nuk u bën dëm në asnjë farë aspekti. Dhe kjo është kuptimi i Esselamu alejke. Do me thonë, paqja qoftë mbi ty. Qofsh i mbrojtur nga çdo e keqe dhe çdo e mirë qoftë për ty. Po, lexon. Në tej, të porosisë të fiksohesh Allahut. Nëse i fiksohesh Allahut të lartësuar dhe të madhërisëm, ai do të mjaftoj kundër njerëzve. Por nëse u fiksohesh njerëzve, ata nuk do të bëjnë as pak dobi tek Allahu. Imam Sufjani rahimahullah e fillon këtë këshill me porosin më të madhe. Dhe ajo është porosia me takullëk. Dhe kjo është porosia Allahu subhanahu wa ta'ala për të vonshmit edhe për të hershmit. Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ne i porositem ata që ju dha libri para jush, si edhe juve friksojuni Allahut. Dhe kjo tregon për kuptimin e Sufjanit rahimahullah, si e ka fillu shkrimin me porosin më të madhe, porosia me takullëk, porosia me frikë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse pyet dikush se çka është takua, atëherë përgjigja është ajo që ka përmend Imam al-Dhahabi në Sir A'lam an-Nubala, prej Talq ibn Habib, i cili ka thonë në fitnën e Ibnul Ash'ath, ka thonë ittaquha bittaqwa. Mbroheni prej saj me takuallëk. Do të mbroheni prej fitnës me takuallëk. Ata kanë thonë na tregon neve se çka është takuallëk. Çka është takwa? Ka thonë el amel bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a thawabillah wa tark ma'asillah ala nurin min Allah makhafata 'adhabillah. Ka thonë të punojsh me bindje ndaj Allahut, me dritë nga Allahu, do të thonë me dituri, duke shpresuar shpërblimin e Allahut dhe duke lënë gjunahet ndaj Allahut, me dritë prej Allahut, duke pas frikë dënimin e Allahut. Kjo është, do të thonë, përkufizimi më i mirë i takwas. Dhe Imam al-Dhahabi pasaj thot, sa bukur dhe shkurt e përkufizoj. Sheikhul Islam ibn Taymiyah rahimahullah, në një prej përgjigjeve të tij, ku ka fol për porosin, ka thonë nuk njoh ndonjë porosi më të dobishme se sa porosia e Allahut dhe e të dërguarit të tij për atë që e kupton dhe e pason atë. Pastaj ka tregu për devotshmërinë dhe për takuan. Porosia Allahut subhanahu wa ta'ala në Kur'an dhe porosia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij, sikur e ka porositur Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kur e ka dërguar në Yemen, i ka thonë ittaqillaha haythu ma kunt. Friksoju Allahut ku do që të jesh. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e porosit njërin prej shokëve të tij që kanë qenë prej më të diturve në mesin e sahabëve, dhe kjo tregon fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar në Yemen që t'i thirrë njerëzit në Islam, po me gjithë atë e ka porosit me takullëk, që të ketë frikë Allahun azza wa jall. Dhe kjo tregon se njeriu, sa do të qoftë që arrin gradën e tij në dituri dhe në vepra, çdo herë ka nevojë për këtë porosi. Bila Allahu në Kur'an ka thonë ja ayyuhan nabi ittaqillah, o ti pejgamber, ki frikë Allahun. Do më thonë frika ndaj Allahut azza wa jall është çështja më e rëndësishme mas tauhidit të personit. Dhe Allahu ka thonë ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që besuat,
friksojeni Allahut ashtu siç duhet t'i friksoheni dhe mos vdisni ndryshe përveç duke qenë musliman. Dhe gjithashtu ka thonë Allahu: ja ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim. O ju që besuat, nëse i friksoheni Allahut, ai do t'ju jap aftësinë për ta dalluar të vërtetën nga e pavërteta, dhe do t'ju shlyej të keqijat dhe do t'ju fal. Allahu është zotëruesi i mirësisë të madhe. Dhe takwa ndaj Allahut Azza wa Jall është prej shenjave të aulijave të Allahut, atyre njerëzve që janë afër Allahut. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Pa dyshim, të afërmit e Allahut nuk do të kenë frikë dhe as nuk do të pikëllohen. Kush janë këta njerëz? Cilët janë cilësitë e këtyre? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata janë të cilët besuan dhe ishin të devotshëm. Për këtë thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah: "Men kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Kush është besimtar i devotshëm është wali i Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu Azza wa Jall i do ata njerëz që janë muttaqin, që friksohen prej tij. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Po kush e përmbush besën e tij dhe i friksohet Allahut, le ta di se Allahu i do të devotshmit. Dhe njeriu nuk dallon mesin e njerëzve me pamjen e tij, ose me pasurinë e tij, ose me prejardhjen e tij, po dallon me devotshmërinë e tij. Siç ka thonë Allahu: "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum." O ju njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëm popull e fise. O ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Do të thonë u bëm në popull dhe fise, që ta njihni njëri tjetrin. Vërtet ma i dëruari prej jush tek Allahu është ai që është ma i devotshmi. Dhe Allahu Azza wa Jall i shpërmblen të devotshmit me shpërblim madhështor. Innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Vërtet të devotshmit do të jenë në kopshte dhe mes lumenjve, në një vend deri pranë një sunduesi të plotfuqishëm. Dhe ka thonë: innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Vërtet të devotshmit do të jenë në hije dhe pranë burimeve. Wa fawakiha mimma yashtahun. Si dhe do të kenë fruta nga ato që dëshirojnë. Kulu washrabu haniyan bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin. Deri në fund të ajetit, të ajeteve që i ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala si shpërblim për njerëzit e devotshëm. Bile devotshmëria është edhe shkak për shtimin e diturisë. Siç ka thonë Allahu: "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Friksojeni Allahut dhe Allahu do të mësoj juve. Pastaj nëse shohim tek dietarët e selefit, nëse dikush ju ka thonë atyre ittaqilla, jon gëzu me këtë këshill. Nëse sot i thu dikujt ittaqilla, ki frikë Allahun, ai hidhrohet. Thot: pse, çka ki, pse, çka kam bo? Jo, kur i ka thonë dikush Ebu Hanifës ittaqilla, ka thonë jazakallahu khairan. Ka thonë Allahu të shpërblet me të mirën. Sa nevojë kanë njerëzit në çdo kohë dikush që ju thot ashtu. Do të është gëzu me këtë këshill. Dhe në silsila al ahadith as sahiha ka saktësuar Sheikh Al Albani një hadith
ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa inna abghad al-kalami ila Allah an yaqul ar-rajul lir-rajul ittaqillaha fayaqul alayka nafsuk. Do të thonë nëse ka thonë fjala më e urryr tek Allahu është nëse një person i thot personit ki frik Allahun, ai atëherë i thot miru me veten tënde. Fjala më e urryr tek Allahu. Dhe kjo është saktësu mauquf nga Abdullah ibn Mesudi dhe jo nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por Sheikh Al-Albani thonë se kjo e merr gjykimin rraf. Do thonë gjykimin sikur është nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për arsye se sahabiu nuk mundet me thonë këtë gjë pa mos me dëgju prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nuk kërkohesh të shkruaj një letër për ty, në të cilën të përshkruaj disa cilësi, në të cilat të silesh me njerëzit e kohës sate, ku aja të hakun që kanë ndaj teje, ndërsa hakun tënd ta kërkosh prej Allahut të lartësuar dhe të madhërisëm. Vërtet, ke pyetur për një çështje shumë të madhe. Ata që e shërtojnë atë sot dhe shndrojnë të palë punën në të janë të pakët. Madje nuk di se ku mund të gjendet ndonjë njeri i tillë. E si mund të arrihet kjo, kur kjo kohë është turbulluar aq shumë, saqë e vërteta ngatërohet me të pavërtetën. Nga e keqja e saj nuk shpëton askush, përveç atij që i lutet Allahut sikur se lutet ai që është duke u mbytur. A di vallë se ku mund të gjendet një njeri i tillë? Imam Sufjan rahimahullah tregon këtu kërkesën e Abbad ibn Abbad. Dhe ajo është një porosi se si të sillet me njerëzit. Do hapi njerëzve hakun që ata meritojnë, dërsa për hakun që ti meriton, ta kërkosh prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është mënyra më e mirë si njeriu jeton mesin e njerëzve. Do hapish njerëzve hakun që ata e meritojnë, dërsa mos presish prej njerëzve hakun që ti meriton. Nëse nuk pret prej njerëzve asnjë hak, atëherë kur nuk i me u mërzit dhe kur nuk i me u lodh. Për arsye se nëse ta van hakun, elhamdulillah. Nëse nuk ta van hakun, ti nuk je duke prit asgjë prej njerëzve. Dhe kështu është si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porositur sahabët të sillen me udhëhecat që nuk janë të drejtë. Ka thonë, jepni atyve hakun që ata meritojnë dhe lutni Allahun për hakun që ju meritoni. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, siç tregon zënësi i tij Ibn Qayyim rahimahullah, ka thonë se njeriu që është njohës i Allahut, njeriu që është i devotshëm, që ka frikë Allahun azza wa jall, ai nuk sheh veten e vet se ka ndonjë pozitë që meriton prej njerëzve diçka. Ai nuk sheh se ai ka përparësi ndaj të tjerëve. Për këtë arsye, ai nuk kërkon prej njerëzve dhe nuk i kritikon njerëzit dhe nuk hidhrohet me njerëzit. Do me thonë dikush nuk të respektoj, nuk të va vendin me ullë, nuk të thiri në telefon, nuk të ftoj në ftesën, ku i ka ftu të tjerë, ty nuk të ka ftu. Ka kalu prëntaje, nuk të ka vonë selam. Ti nuk je duke prit prej askujt, as një hak. Dhe nuk e shef vetën tënë se meriton diçka prej njerëzve. Nëse ata e kryn obligimin ndaj teje, elhamdulillah. Nëse nuk e kryn, Allahu azza wa jall do t'i merr ata në llogari. Dërsa ti duhet të mirësh me hakun që ti duhet ta krysh ndaj njerëzve. Dhe mos shohish veten tënd sikur pse mu nuk më thirrën, pse mu nuk më respektuan. Nëse nuk pret asgjë prej njerëzve, atëherë as nuk i mulot prej njerëzve. Ki me jetu i qetë dhe rahat pa asnjë farë vështirësie. Pastaj këtu thot rahimahullah se në atë kohën e tij, kohë që është e turbulluar aq shumë, saqë e vërteta ngatërohet me të pavërtetën. Nëse Imam Sufjani thot për kohën e vet, që është
e turbulluar, atëherë çka themi ne për kohën tonë? Për këtë arsye e ka porosit me porosi dhe ka tregu se në atë kohë nuk shpëton askush përveç ai njeri që lutet, sikur ai person që lutet kur është duke u mbytur. Ndërsa njeriu është duke u mbytur në ujë, është duke fundos anija, e di se s'ka më shpëtim përveç për Allahut Azza wa Jall, ka me u lut me një lutje të sinqertë në mënyrë të plotë. Hudhaifa radhiyallahu anhu ka thonë, do t'ju vi njerëzve një kohë në të cilën nuk do të shpëtoj askush përveç atij që i lutet Allahut, sikurse lutet njeriu që është duke u mbytur. Transmeton Ibn Abi Shayba në Musannaf dhe transmetimi është sahih. Allahu Azza wa Jall ka tregu për mushrikët në kohë të vështira, kur kanë qenë në anije dhe i ka kap frika, si jon lut tek Allahu Azza wa Jall me lutje të sinqerta. Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Ai është që ju mëndëson të udhthoni në për tokë dhe det. Kur gjendeni në anije dhe ato lundrojnë me ta me një erë të mirë, se cilës i gëzohen papritur i godet një erë e furishme dhe dalgat e vinë dhe dalgat u vinë nga të gjitha anët. Atëherë bindën se janë rrethuar dhe i luten Allahut, duke ja kushtuar fen vetëm atij. Nëse na shpëton nga kjo, me siguri do të jemi prej falënderuesve. Dhe ka thonë, fe idha rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Kur hipin në anije, ata i lutën Allahu duke ja kushtuar fen me sinqeritet vetëm atij, por sa po ai i shpëton dhe i nxjerr në tokë, ata menjëherë i bëjnë shok atij. Lezojnë një herë? Jo, ajo që vjen pasën. Thuhej, është afër koha kur njerëzit do t'ju linje për ju, në të cilën syri asnjë të urti nuk do të gjejë sepsi. Kjo është transmetuar nga Luqman el-Hakim, që ka qenë një prej njerëzve të devotshëm dhe nuk ka qenë pejgamber, dhe Allah Azza wa Jalla ka përmend Luqmanin në Kur'an dhe ka qenë njeri i devotshëm, njeri i urtë, për atë quhet el-Hakim, që ka qenë i urtë, dhe kjo është një fjalë e urtë që është përmend, por në mënyrë të zinxhiri nuk është e saktë. E transmeton Imam Ahmedi në Ez-Zuhd dhe mes transmetuesit Muhammed ibn Gjuhada deri në Luqman janë shumë gjenerata. Domethënë ai nuk ka dëgjuar prej Luqmanit, por kjo si fjalë është një urtësi prej fjalëve të urta. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadith sahih, të cilin e ka saktësuar Sheikh Al-Albani, sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, njerëzve do t'ju vinë vite mashtruese. Gënjeshtarit do t'i besohet, ndërsa të sinqertit nuk do t'i besohet. Tradhtarit do t'i jepet besimi, ndërsa besniku do të akuzohet për tradhti dhe do të flasin ruwaybidah. Ata pyetën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka janë ruwaybidah? Kush janë ata? Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, njeriu i pavlerë i cili flet për çështjet e njerëzve. Do të thonë çështjet të përgjithshme të njerëzve, ai flet edhe pse është njeri pa vlerë.
Prandaj friksoj Allahun të lartësuar e të madhreshëm, qëndro në vetmi, merro me veten tënde dhe gjej prekje në librin e Allahut të lartësuar e të madhreshëm. Këtu Imam Sufjan rahimahullah e përsërit porosin dhe këshillën me takuallok ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk do t'i bën njeriu dobi as shoqëria, as familja, nëse nuk është e ndërtuar mbi takuallok. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Atë ditë miqt e ngushtë do të jenë armiq të njëri tjetrit përveç të devotshmëve. Dhe nëse njeriu e kap ndonjë breng dhe ndonjë mërzi dhe i gushtohet dynjaja, atëherë dije se nuk ka rrugdalje përveç me takuallok ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kush friksohet Allahut, Allahu ati i jep rrugdalje dhe e furnizon atë për ku nuk e pret ai. Pastaj ka përmend rahimahullah, qëndron në vetmi, merru me veten tënd. Padyshim se dietarët e selefit kanë shkruar libra për temën e vetmisë. Sikur është libri i Ibn Abi Dunya, Al-Uzla wal-Infirad, edhe libri i Al-Khattabit, Abu Suleiman Hamd Al-Khattabi, që ka vdekur në vitin 388. Edhe ai ka shkruar Al-Uzla, do të thonë vetmimi, dhe kanë porositur njerëzit, sikur Sufjani, që të vetmohen dhe që të largohen prej njerëzve. Për këtë arsye thot Al-Khattabi, veçimi në kohën e fitneve është sunneti i pejgamberëve, mbrojtje për njerëzit e devotshëm dhe rruga e njerëzve të urtë e të mençur. Nuk njoh asnjë arsyetim për atë që e çorton veçimin, sidomos në këtë kohë, në të cilën mirësia është e pak dhe dobia e mangët. Prej Allahut kërkojmë mbrojtje nga e keqja dhe sprovat e saj. Atëherë veçimi për njerëzve ka bazë edhe në Kur'an. Ka përmend Allahu: "Wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya." Siç ka përmend për Ibrahimin alayhis salam. Do të largohem prej jush dhe prej atyre që ju i lutni në vend të Allahut. Unë do t'i lutem Zotit tim dhe shpresoj se nuk do të mbetem i zhgënjur në lutjen drejtuar Zotit tim. Për këtë arsye ka thonë edhe Al-Khattabi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është largu prej popullit të vet, është largu prej Qurayshve dhe i ka urdhëruar sahabët që të bëjnë hijre dhe kanë bërë 2 herë hijre në Habesha, pastaj krejt bashkë kanë bërë hijre në Medinë. Atër kjo veçimi dhe largimi prej njerëzve ka bazë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu Imam Ahmedi rahimahullah transmeton në Az-Zuhd se Uthman ibn Abil As ka thonë, si kur të mos ishin namazi i xhumas dhe namazi me xhamat, do të ndërtoja një dhomë në pjesën më të lartë të kësaj shtëpie dhe nuk do të dilja prej saj derisa të më nxirnin për në varrimin tim, për në varrin tim. Dhe në Sahih Muslim është transmetuar se Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, ai ka shku lart Medinës, ka dalë jashtë qytetit Medinës dhe është veçu aty prej njerëzve dhe ka jetu me devët e tij. Dhe njëherë ka pa djalin e vet, Umar, duke ardhur. Dhe kur e ka pa prej lart, ka pa se është duke ardhur një person. Dhe ka thonë: "A'udhu billah min sharri hadha ar-rakib." Kërkoj mbrojtje nga Allahu, nga e keqja e këtij kalorsi. Atëherë kur erdhi djali i vet dhe u afrua, i tha babës vet: "Ti je tërhequr
me devë dhe delet e tua, ndërsa njerëzit i ke lënë duke u grindur mes tyre për pushtetin. Atëherë Saad radiallahu anhu ka thonë, duke e godit djalin e vet në gjoksin e tij, hesh e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thonë, vërtet Allahu e do robin e devotshëm, të panevojshëm ndaj njerëzve dhe të panjohur. Vërtet Allahu e do robin e devotshëm, të panevojshëm ndaj njerëzve dhe të panjohur. Kështu ka vepru Saadi radiallahu anhu, se është largu dhe ka qëndru në këtë mënyrë. Dhe në At-Tabaqat el-Kubra transmetohet se Mesruq rahimahullah ka thonë, njeriu duhet të ketë momente, çaste në të cilat veçohet, i kujton gjunahet e tij dhe kërkon falje prej Allahut. Do të njeriu të veçohet ndonjëherë me veten e tij dhe të mendon për gjunahet e tij dhe të bën dua dhe të kërkon falje, është diçka e kërkuar. Por asesi nuk bën me kuptu këta fjalë që njeriu të largohet prej vëllezërve të tij që janë në rrugën e sunetit. Kjo nuk është për qëllim prej fjalëve të imamëve kur kanë përmend veçimin e njerëzve. Dhe Sufjani rahimahullah, kur i është drejtu Abbad ibn Abbad, është drejtu një personi që është i devotshëm, një person që ka qenë prej dietarëve. Ai kur veçohet, adhuron Allahun, bon ibadet, lexon Kur'an. Nëse tash veçohet njëri mesin tonë dhe largohet, ki me pa mas pak muj, mas 1-2 vite, ka deviju, waliyadhu billah. Se njeriu dobësohet kur veçohet. Dhe ne nuk jemi në devotshmërinë dhe në kohën e selefit, sa që dikush prej nesh shkon në dhomën e tij dhe mirret me ibadet dhe me lexim të Kur'anit. Nëse dikush prej nesh veçohet, atëherë rrin me telefonin e tij. Atëherë dëmi është më i madh kur veçohet në shtëpinë e tij vet, se sa me nejt me vëllezrit e tij selefi. Përket nuk ban me i nxjerr porosit e selefit nga konteksti i tyre, po duhet me i kuptu me kuptimin e saktë. Pa dyshim se feja jon urdhëron për bashkim. Për këtë arsye dhe namazet janë 5 herë në ditë në xhami. Dhe xhumaja është ditë ku mblidhen muslimanët. Edhe kështu janë ndërtuar shumë ibadete dhe shumë shpërblime për vizitën e njëri tjetrit dhe vizitën e atij që është i semur dhe kështu me radhë. Kështu kërkohet që njeriu të bashkohet me vëllezërit e tij dhe që të përkrahen njëri tjetrit. Ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, bashkëpunoni në mirësi dhe në devotshmëri. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni të gjithë mas litarit Allahut dhe mos përçaheni. Dhe njeriu kur largohet prej xhamatit, atëherë kjo është momenti më i mirë ku shejtani e devion personin. Dhe kjo është parë shumë kur dikush është largu prej vëllezërve të tij, atëherë ka fillu devimi i tij dhe shejtani atë e ka diku. Por kjo kuptohet nëse prishën njerëzit, mesin e njerëzve të këqij, atëherë largohesh që mos ndikohesh prej tyre dhe jo me u largu nga njerëzit e të vërtetës dhe nga njerëzit e devotshëm. Pastaj përmendi rahimahullah këshillën e tij me u kap mas librit Allahut subhanahu wa ta'ala. Pa dyshim se libri Allahut është udhëzimi për musliman. Hudan lil muttaqin, udhëzimi për të devotshmit. Dhe meditimi për Kur'anin është udhëzim për njerëzit. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. A nuk meditojnë ata rreth Kur'anit apo zemrat e tyre janë të mbyllura. Dhe gjithashtu Allahu Azza wa Jall e ka përsërit disa herë një ajet ku thot wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir. Vërtet ne e kemi lehtësuar Kur'anin për t'u përkujtuar dhe për të marrë mësim, a ka ndokush që merr mësim. Dhe Allahu Azza wa Jall ka thonë law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin
la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Sikur këtë Kur'an t'ja zbritnim një mali, do t'a shihje atë të përulur dhe të coptuar nga frika e Allahut. Këta shembuj ja sjellim njerëzve në mënyrë që ata të mendojnë. Për këtë arsye Imam Ibn Qayyim rahimahullah thot, në përgjithësi nuk ka asgjë më të dobishme për zemrën se sa leximi i Kur'anit me meditim. Kur'ani përmbledh të gjitha shkallët e atyre që ecin drejt Allahut, gjendjet e veprimeve dhe pozitat e atyre që e njohin Allahun. Do më thonë, ajo që të sjell ty devotshmëri, frikë, udhëzim, durim, përkujtim, është leximi i Kur'anit dhe meditimi për fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe është për të ardhur keq që akoma në mesin ton nuk i jepet rëndësia Kur'anit ashtu siç i takon. Sidomos mesin e selefive. Selefit janë njerëzit më parsor që duhet të mirën me Kur'an. Mësim, lexim dhe komentim dhe praktikim edhe meditim për fjalën e Allahut subhanahu ta'ala. Dhe rimia jon, fëmijët ton të nxitën që ta mësojnë Kur'anin përmendsh, që në mesin ton ketë shumë hafiza. Kjo është që kërkohet prej neve dhe prej secilit prej nesh që ta lidhi zemrën e tij me fjalën e Allahut azza wa jall, që ta lidhi zemrën e tij dhe jetën e tij me Kur'anin. Ibnul Qayyim rahimahullah ka përmend 5 lloje se si braktiset Kur'ani. Dhe ka thonë, braktisja e Kur'anit është disa llojesh. Lloji i parë, braktisja e dëgjimit të tij, besimit në të dhe përqendrimit gjatë dëgjimit të tij. Lloji i dytë, braktisja e të vepruarit sipas tij dhe mos respektimi i halallit dhe haramit të tij, edhe nëse njeriu e lexon dhe beson në të. Lloji i tretë, braktisja e gjykimit sipas tij dhe mos kthimi tek ai për gjykimin në bazat dhe degat e fesë, si dhe bindja se ai nuk jep dije të sigurt dhe se argumentet e tij janë vetëm shprehje që nuk sjellin dije. Lloji i katërt, braktisja e meditimit rreth tij, kuptimit të tij dhe njohjes së asaj që Allahu ka synuar me të. Lloji i pestë, braktisja e kërkimit të shërimit nëpërmjet tij për të gjitha sëmundjet e zemrës. Njeriu e kërkon shërimin e sëmundjes së tij diku tjetër dhe e braktis mjekimin me Kur'an. Të gjitha këto përfshihen në fjalën e Allahut, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. I dërguari tha, o Zoti im, vërtet populli im e ka braktisur këtë Kur'an. Gjitha këta lloje marrin pjesë në braktisjen e Kur'anit që është përmend në fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, me gjithatë disa lloje të braktisjes janë më të lehta se disa të tjera. Dhe në Sahih al-Bukhari transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kujdesuni vazhdimisht për Kur'anin dhe përsëriteni atë. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, ai ikën nga kujtesa më shpejt se sa devët kur lirohen nga litaret e tyre. Dhe Nafi' rahimahullah, kur e kanë pyetur se çka vepronte Ibn Omeri në shtëpinë e tij, ai ka thonë, ju nuk jeni në gjendje ta veproni. Ai për çdo namaz mirte abdes dhe në mes të namazeve mirështe me mushaf. Do të thonë lexonte Kur'an. Dhe Ibn Mes'udi rahimahullah ka thonë, askush prej jush mos pyesi dikën tjetër
për veten e tij përveç Kur'anin. Se nëse ti e don Kur'anin, atëherë Allahu të do ty. E nëse personi e urren Kur'anin, atëherë ai e urren Allahu dhe të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Nëse personi e don Kur'anin, atëherë ai e don Allahun. Dhe nëse personi nuk e don Kur'anin, atëherë ai nuk e don Allahun dhe të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Uthman ibn Affan radiallahu anhu ka thonë, nëse ne zemrat i kishim të shëndosha, atëherë nuk do të ngopeshim me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe me këtë e përfundojmë dersin e parë të porosisë të Imam Sufjan e Thaurit rahimahullah dhe do ta vazhdojmë nesër me lenin Allahut subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'na alhamdulillahi rabbil alamin.